Pas goditjeve të fundit të autoriteteve ndaj call centerave mashtruese, tregu duket se nuk është zhdukur, por vetëm riorganizuar. Burime pranë sektorit i thanë zërit se shumë operator të njohur janë larguar ose janë nën hetim, ndërsa dy vëllezërit Florian dhe Ermal P kanë arritur të mbijetojnë dhe të forcojnë ndikimin e tyre. Floriani ishte efektiv policie, njihet për lidhjet me botën e sigurisë dhe për menaxhimin strikt të strukturave operative, ndërsa Ermali konsiderohet truri financiar, duke investuar fitimet në pasuri të paluajtshme dhe kompani fasad. Dy vëllezërit kanë arritur të mbijetojnë aksioneve të policisë. Aktualisht rrjeti i tyre përfshin mbi 700 punonjës në disa zyra në Tiranë, me skemën e njëjtë, duke mashtruar qytetarët. Ndërkohë, investimet e dy vëllezërve në ndërtim, bare luksoze dhe pasuri të paluajtshme ngrenë dyshime për pastrimin e fitimeve të fituara nga aktiviteti mashtrues.